Mirë mëngjes, unë jam general Wesley Clark I pensionuar dhe një mik dhe mbështetës I kahmatshëm I Kosovës dhe ju dëshiroj mirë se ardhe sot në këtë takim kaq të veçantë të Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Faleminderit Odës Ekonomike Amerikane dhe Komunës së Prishtinës që kam për mbështetje nga ambasada. Kisha dëshirë që të me ju për me lënë që vetëm të ndaj mendimet e mia me sa po fillojmë pikë së pare. Kjo ka të bëj me investimet e huaja direkte dhe ajo që po shpresojmë dhe çfarë po presim nga Kosova është një mbështetje e fortë nga Komiteti Ndërkombëtar për investimet e huaja direkte në Kosovë. Është gjaku dhe jeta për ta lëvizur vendin dhe kemi pasur në SBA në shekullin 19 asnjëherë nuk kishim bërë një fuqi investuese pa miqët francezët, gjermanët, britanikët dhe duke ndërtuar domethënë kurudha do të jetë ndryshe në Kosovë. Ju keni tashmë furnizime të mrekullueshme të linjit me cilësi të lartë, cili po digjet për momentin, mirë po mund të bëni shumë më tepër me të. Keni një komunitet bujqësor dhe keni ekologji dhe keni domethënë biesh, keni qendra skimi, është një potencial I mrekullueshëm për investimet e huaja direkte dhe natyrisht kemi nevojë për qëndrueshmëri në të gjithë infrastrukturën dhe nuk ka nevojë të thuhet se nuk e dini asnjëherë çfarë do të ndodhë në botë kur folet për energjinë elektrike, furnizime me ujë dhe furnizime tjera komunale dhe qëndrueshmëria është një mundësi e madhe për investim në Kosovë. Gjithashtu dëshiroj të them se mendoj se qeveria ka një rol të madh për të luajtur për pikë së pari në një krijimin e një midisi të mrekullueshëm për mirëpritjen edhe ftuarjen e investitorëve të huaj dhe gjithashtu për ndërtimin e partneritetit publik-privat. Gjitha këto do të jenë në diskutime në këtë paraditë. Kisha pas dëshirë që të jemi pranishëm me ju, mirë pa kam dërguar djalin tim I cili do t'ju fol djali më vonë gjatë ditës dhe do të bëjmë pjesën tonë duke shfrytzuar mundësitë në Kosovë, mburrëm me qytetarët e Kosovës. Ju keni kaluar në shumë vuajtje në të 80-tat dhe në të 90-tat. E keni merituar do të thotë lirinë dhe shtetësinë dhe do të thotë jam shumë I njos për të parë dhe mburrëm që të kthejmë dhe që të ndëlidhem me shumë nga ju dhe ju dëshiroj të gjitha të mira gjatë kësaj konference. Dear Charge Affairs, Ms. Anu Pratipati of the U.S. Embassy, dear British Ambassador, Mr. Jonathan Hargraves, dear Swedish Ambassador, Bulgarian Ambassador, we have a number of ambassadors here, Hungarian Ambassador, thank you very much for being here. Dear Albanian American Diaspora, thank you so much for coming over, flying the Atlantic Ocean. Dear President of the Olympic Committee, Mr. Ismet Krasniqi, great to have you here. Dear representatives of AmCham, of KUSA, representatives of diaspora, Mr. Elmi Berisha, dear members of local and international institutions, distinguished guests, honorable American investors, partners from Europe and beyond, ladies and gentlemen. Good morning today. I think it's a great morning. I hope you all had your coffees. We're about to present some very exciting projects here. Yesterday evening, we did open the doors with warmth and vision, and we had a great time. So thanks to all of those that made it. It was a full house yesterday as well. So I want to thank everyone for yesterday and today's attendance, and also use this opportunity right at the beginning to thank everybody that helped this make happen, especially U.S. Embassy, which supported this event, our partners at AmCham and KUSA, and the great tireless team of municipality of Pristina, led by Kaltrina. She's somewhere here in Genti, so a round of applause for all of you. Thank you so much. So Pristina is no longer just a capital. It is a fast-growing European hub built for investment. With a metropolitan area for more than 500,000 people, one of the youngest and most dynamic populations on the continent,
and steady economic momentum, our city is ready to partner with all of you that are interested to shape the future, our future together. Through Pristina Beyond, we are presenting projects, not only promises, but projects, curated portfolio of 19 strategic projects, investment ready, with a total potential exceeding 1 billion euros. And we are focusing also on sectors that will define the cities of tomorrow: urban development, mixed-use districts, residential expansions, large-scale city growth projects that create vibrant, livable spaces. Also, green infrastructure and sustainability, renewable energy initiatives, eco-parks, and modern sustainable systems that will make Pristina cleaner, greener, and more resilient. Public buildings and services, opportunities in healthcare, education, and civic infrastructure that will improve quality of life for our citizens while offering stable long-term return for all investors. Technology and innovation, a major new technology park and municipal co-working centers designed to attract talent, foster startups, and position Pristina as a regional innovation leader. These projects are more than developments. They are platforms for public-private partnerships, for joint ventures, where expertise, capital, and vision can deliver real impact. And what makes Pristina uniquely attractive goes beyond the projects themselves. We offer a highly motivated, young and skilled workforce, educated, multilingual, and eager to innovate. We offer also low operating costs and competitive 10% corporate tax rate and no tax on dividend, so it's true. Also strategic location on the center of Southeast Europe with access to a regional market of over 20 million people. Steady economic growth, approximately 4% annual GDP growth, and a clear commitment to transparency and ease of doing business. But the greatest asset of Pristina is something numbers cannot capture fully. It is indeed our spirit, a spirit of resilience forged through history, creativity that drives our young entrepreneurs, and an openness to new partnerships that welcome American investors as true collaborators. This conference is taking place at a pivotal moment. As Pristina prepares to host the 2030 Mediterranean Games, we are accelerating our transformation, investing in infrastructure, sports facilities, tourism, energy, and smart city solutions. And your participation today can help write the next chapter of this exciting story. And as mayor, I reaffirm my personal commitment and the commitment of the city of Pristina to create a transparent, efficient, and investor-friendly environment. And we are here not only to present opportunities, but to listen, to matchmake, and to build lasting relationships. And I should add that American investors, of course, are welcome, but also international investors, local investors are all welcome. Over the coming hours and days, I encourage you to engage deeply, attend the panel discussions, join the B2B meetings, and explore our project portfolio in detail. Good morning. Mirëmëngjes të gjithë, të nderuar miq, partner dhe të ftuar, faleminderit kryetar Rama që organizohet një ngjarje kaq të mirë dhe kusa që po na organizon panele, dhe faleminderit Odës Ekonomike Amerikane për mbështetjen e tyre të vazhdueshme për evente të tilla dhe bashkëpunimin e mrekullueshëm me ambasadën. Para se me filluar, pajtohem 100% me atë që tha kryetari Rama, që Prishtina po pozicionohet si qytet i ardhmës dhe për të marrë shembull nga rajoni dhe urime për të gjithë ju që keni po merrni pjesë në këtë nivel bazë drejt, domethënë, dy lojrave mesatare. Është një privilegj që jemi si në summitin e investitorëve amerikanë, që konferencën e investitorëve amerikanë për transformim dhe në kryqëzimin në udhkryqjen e biznesit amerikanë. Domethënë, kjo është më tepër se konferenca, është një arritje në partneritetin tonë dhe prosperitetin e përbashkët që
që SBA dhe Kosova e kanë të përbashkët. Më lejoni duke filloj, duke përshëndetur momentin, dhe më thanë, në Prishtinë me të rinj dhe me popullat kaq të madhe dhe shumë dinamike dhe qyteti nuk është vetëm kryqëziteti i Kosovës, por është një motor ekonomik me 40% të GDP-së kombëtare, angazhuar në transparencë në proceset e investimeve të strukturuara dhe mbështetje institucionale që vendosë standarde për bashkëpunim. Investitorët amerikanë do gjejnë partnerët që përshëndetje zhvillimin e qëndrueshëm, po mundësitë janë shumë të rrjedhë se Kosova ofron një mjedis atraktiv fiskal, 10% dhe më thonë taks korporative, 0% taks në dividenda dhe nga ky vit heqje e 10% të tarifës nga mallrat e importuara nga Amerika. Këto politika nuk janë vetëm shifra, janë sinjale për përcaktimin dhe mendimin e Kosovës për të ftuar investitor amerikan dhe për të krijuar lidhje me komunitet dhe kompanitë tona dhe qyteti me rritje të shpejtë me IT 10-15% e vit është një shembull i dinamizmit që përcakton Prishtinë për firmat amerikane teknologjike, është një mundësi e artë për të transferuar njohuri dhe për të ndihmuar ekonomi digjitale që do ndihmojë të ardhmen e Kosovës, në me që mos i po presim për arritjen e lojrave olimpike mesdhetar 2030 përfshirë transportin, mundësi të arta për investitorët amerikanë, jo vetëm për lojra, po për brezat që do vijnë. Summiti avancon prioritetet amerikane për të nxitur një prosperitet bashkë, duke ndërlidhur bizneset amerikane me mundësi me potencial të madh në si një qendër ekonomike, duke forcuar klimën biznesore pro-amerikane që avancon të dyja kombet. Prishtina nuk është vetëm një destinacion, është një pikë në tregjet rajonale, duke ofruar kompanive amerikane për të zgjeruar përmes kësaj qendre në Evropën juglindore. SBA besojnë në potencialin kosovar, shohim një komunitet biznesor të hapur, të zotuar për reforma, të gatshëm për të krijuar partneritet me shoqëritë amerikane drejt një zhvillimi të qëndrueshëm. Ambasada qendrore e gatshme për të mbështetur qoftë në eksplorimin e mundësive të reja, gjetjen e partnerëve vendor apo navigimin në peizazhin vendor dhe ju kurajoj që të shfrytëzoni rastin që mundësinë që ofron Prishtina dhe kjo konferencë. Investoni jo vetëm në projekte, por gjithashtu në mbërdhënie, ndërtoni partneritete që do të jenë të qëndrueshme dhe do krijojnë vlera për të dyja vendet me gjysmë milion me banor dhe me një popullat dinamike dhe të re, jo vetëm që është qytet dhe kryeqytet i vendit, po është një zhvillim ekonomik dinamik dhe vetëm edhe një herë përfundoj duke thënë se po kam kënaqësinë duke shpa numrin e njerëzve këtu dhe energjinë që po manifestohet sot këtu, me që do flisni për mundësitë mëdha për të ardhmen dhe për të ardhmen dhe ekipi jem ekonomik nga ambasada do të jetë këtu gjatë gjithë ditës dhe do t'ju jem këtu për të përgjigjur çfarë do pyetje që keni bërë, po zotimi i Amerikës është i qëndrueshëm dhe partneriteti ekonomik që dëshirojmë ta ndërtojmë është i qëndrueshëm dhe do të shkojë përtej asaj që kemi vendosur për të ardhmen. Dhe një faleminderit dhe i falenderoj të gjithëve. Jam një shqiptar amerikan dhe këtu përfaqësoj një grup biznesmenësh transatlantik që shpreson ta krijojë një urë midis bizneseve në SBA dhe ato në Prishtinë. Dhe më është caktuar si detyrë nga grup që ta lexoj një letër të një miku ton të dashur, një biznesmen shqiptar amerikan që dhe kam nderin që po e lexoj letrën e tij në emër të tij të nderuar, musafir, investitor të nderuar dhe zona nga Prishtina, kam drejtohem në konferencën e investitorëve amerikanë në Prishtinë, lutem më bashkohuni në përgëzimet e mia më të sinqerta për kryetarin Rama që ka fituar mandatin e dytë si kryetar i kryeqytetit tonë dhe për leadershipin dhe të arriturat e tij të jashtëzakonshme
kryetare Rama, në udhëzimin tuaj, Prishtina ka filluar të zhvillohet si një qendër dinamike e mundësisë, inovacionit dhe zhvillimit. Përvoja dhe njohuritë tua për marrëdhëniet midis vendeve botërore e ka kultivuar transparencën, zhvillimin ekonomik dhe ka krijuar partneritete të mëdha, duke krijuar një mjedis mikpritës për investitorët ndërkombëtar që flet shumë për vizionin dhe për kushtimin tuaj. Kjo konferencë nuk është vetëm dëshmi e potencialit të këtij qyteti, por edhe të aftësisë tënde për t'i bërë njerëzit bashkë për të kufi drejt një përparimi të përbashkët, duke lidhur ambicien lokale me investimin global. Ju po ndihmoni në formësimin e një të ardhme që është në dobi edhe të qytetarëve të Prishtinës, por edhe të partnerëve në mbar botën. Ju lutem, pranoni përgëzimet tona më të sinqerta për të arritur tua me të farë dhe presim pa durim zhvillimin dhe suksesin më të hershëm të Prishtinës në udhëheqjen tuaj dhe mundësitë që do të dalin nga tubimet si ky. Është nder i madh që t'ju bashkohem sot në këtë tubim të rëndësishëm që i bën bashkë leadershipin, vizionin dhe mundësinë. Ngjarjet si kjo janë më shumë se konferenca, ato janë platforma ku idetë shndrohen në partneritete dhe partneritetet në zhvillim afatgjatë. Nga këndvështrimi i lëvizjes olimpike ne shohim investimet jo vetëm si shtytës ekonomik, por edhe si diçka që e ndihmon përparimin social, mbështetjen për rininë dhe imazhin tonë ndërkombëtar. Po ashtu, sporti, infrastruktura dhe zhvillimi ekonomik shkojnë krah për krah dhe Prishtina sot është në një pikë shumë të mirë për sa përket të trijave. Kosova tashmë ka dëshmuar se kur investojmë në sport, ne investojmë në të ardhmen. Suksesi ynë olimpik e ka vënë vendin tonë në hartën globale, por për te medaleve lëvizja olimpike ka të bëjë me krijimin e sistemeve të mira, infrastrukturë moderne dhe institucione të fuqishme dhe bashkëpunim ndërkombëtar. Kjo është arsyeja pse vizioni për zhvillim përputhet shumë me objektivat tona, projektet siç janë fshatrat sportiv, fushat sportive dhe objektive të reja sportive nuk janë vetëm investime në infrastrukturë, por janë investime në dukshmëri ndërkombëtare dhe zhvillim ekonomik. Vërtet kam kënaqësinë veçantë që të jemi në mesin e jush dhe duke ofruar këtë fjalëmhyrs. Nuk kishim mujtë me gjetë një tjetër emër më të mirë për këtë konferencë, sa konferenca për investitorët amerikanë, sepse gjurmët amerikane janë të identifikueshme në secil nivel të shoqërisë dhe të shtetit tonë dhe është bukur e dukshme në infrastrukturën shtetërore dhe në ligjet të këtij vendi dhe në tek institucione dhe në liri në realisht dhe në shtetësinë dhe në njohjen ndërkombëtare. Me që fondi kreditori kosovar ka shënuar për vjetorin, ndihma amerikane është e dukshme, me lejoni që t'ju flasë edhe përfaqësuesve të KCGF-s që ka një nivel dritare të diasporës, duke mbështetur investimet të diasporës, gjithashtu i kryetar Rama, ambasador Pratipati.